urdhëroi truprojën e tij që tjetër skandal në pallatin mbretëror, emaile të nxjerrin zbuluar princin Andrew. Policia metropolitane e Londrës po heton aktivisht pretendimet se princi Andrew kishte urdhëruar truprojat e tij të mbrojtjes për të mbledhur informacion personal mbi akuzuesen Virginia Giuffre. Sipas emaileve të publikuara, princi Andrew dyshohet se i ka dhënë truprojës së tij datën e lindjes dhe numrin e sigurimeve sociale të Giuffre të ngjashëm me numrin kombëtar të sigurimeve në Britani. David Davids, i shefi i Royal Protection Command të Scotland Yard, deklaroi ekipi që e mbronte duhet të intervistohet dhe vërteta duhet të dalë një herë mirë. Këto pretendime janë një tjetër arsye pse autoritetet duhet të kryejnë punën e tyre siç duhet, përpjekje për të gjetur mëkate. Emaili tregon gjithashtu se Andrew ka përfshirë një nga ndihmësit e mbretëreshës së ndjerë në përpjekje për të gjetur informacione kundër Virginias. Ai vetë pranoi se ishte e mundur që të ishte fotografuar me të, ndonse në intervistën e famshme të vitit 2019 deklaroi: "Unë nuk më mend kur të jem takuar kur me të." Familja e akuzueses tha se këto zbulime tregonin deri ku shkojnë të përfshirë për të diskredituar dhe shpifur mbi viktimat. Ata shtuan, e vërteta do të dalë në dritë dhe nuk do të ketë vende të errta ku mund të fshihen. Konteksti i hetimeve. Sipas emaileve të publikuara nga Mail Sunday në 26 shkurt 2011, një ditë para publikimit të fotos kur Andrew shfaqej me Virginia, ai shkroi shefit komunikimeve Ed Perkins duke sugjeruar hetimin e saj. Në email thuhet: "Ajo duket se ka një rekord kriminal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam dhënë datën e lindjes dhe numrin e sigurimeve sociale për hetim të PPO-ve në detyrë." Ai gjithashtu i shkroi zëvendës sekretarit të shtypit të mbretëreshës se kishte biseduar me Jeffrey Epstein dhe Ghislaine Maxwell, për të cilën pretendonte se Virgin ishte një gënjeshtare. Në ditën kur fotoja u publikua, Epstein i dërgoi një email Andrew duke thënë: "Do të marr një deklaratë nga gjyqi në një tjetër akuzë të Virginias që tregon se ajo nuk ka besueshmëri." Nuk është sugjeruar se truproja veproi sipas urdhrit të Andrew dhe nuk është e qartë se si Andrew kishte marrë numrin e sigurimeve sociale të Virginias, apo nëse i ishte dhënë nga Epstein apo Maxwell. David Davids shkroi, bazuar në emailet e dërguara zëvendës sekretarit të shtypit, i cili duket autentik: "Ka mjaft prova që policia metropolitane apo çdo forcë tjetër duhet të hetojë rrethanat."